Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Historia që ka çuditur edhe mjekët, jas i largova dhimbjen e gjurit pa nevojën e ilaçeve. Zgjidhni njërin nga këto riceta dhe lehtësoni dhimbjet e padurueshme. Në qoftë se ju vuani nga dhimbja e nyjeve, e dini shumë mirë që ilaçet standarde ofrojnë vetëm lehtësim momental. Mënyra më e mirë e zbutjes së dhimbjeve dhe simptomave të artritit është ndryshimi i mënyrës së jetesës, duke përfshirë këtu edhe mënyrën e ushqimit. Gjithashtu, mund t'i përdorni edhe mjetet e mjekësisë popullore. Ndërkaq, njëra ndër to është uthulla e mollës. Uthulla e mollës është e shkëlqyeshme dhe e treguar si një medikament kundër dhimbjeve të nyjeve, veç të tjerash edhe një antioksidant tepër i fuqishëm i cili ndihmon në pastrimin e organizmit nga helmet. Cilat janë mënyrat e përdorimit të uthullës së mollës tek dhimbja e nyjeve? Dushi. Përzieni një gotë uthull molle me 6 gota ujë dhe me të lagni duart apo këmbët. Nëse keni dhimbje në pjesën e qafës apo në pjesën tjetër të trupit, vendosni kompres në vendin e dhimbjes. Fërkimi. Përzieni 2 lugë supe uthull molle me 1 lugë supe vaj ulliri. Përzieni mirë dhe me të fërkoheni këtë tretje në nyje të dhimbshme. Fërkimi i rregullt ndihmon dhe gjithashtu lehtëson me efikasitet problemet. Pija shëruese. Hidhni 3 lugë supe uthull molle në 300 ml ujë apo në cilindo lëng pemësh. Konsumojeni këtë pije 3 herë në ditë para çdo vakti. Dhimbjet e gjurit dhe disa nga shkaqet e shfaqjes së tij janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mundet që të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mundet që t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve do t'ju duhet 2 lugë piperi kuq dhe gjithashtu 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për plot një javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti të fuqishme antiinflamatore në mënyrë efikase trajton dhimbjen e gjurit. Mjafton që ju të ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë në gjuhë duke masazhuar lehtë me duar. E lini që të veprojë për të paktën disa orë dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë duhet të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që aplikoni. Një pjesë e madhe e njerëzve vuajnë nga dhimbjet e gjurit pavarësisht moshës që ata kanë. Artriti, lëndime të ndryshme dhe njëkohësisht të papritura janë të gjithë faktorë për dhimbjet e shkaktuara në gjunjë. Për eliminimin e këtyre dhimbjeve mund ta përdorni këtë ilaç i cili i shëron këto dhimbje menjëherë. Përbërësit janë 1 ose 2 limon dhe vaj susami. Prehni limonin në pjesë të vogla dhe me një leckë pambuku lidhni limonët në të. Pas kësaj zhyteni leckën e pambukut në vaj të nxehtë susami. Leckën e vendosni në zonën ku ju ndjeni dhimbje dhe e lini ashtu për 5 deri në 10 minuta. Siguroni që këtë procedurë ju ta përsërisni të paktën 2 herë në ditë derisa kjo dhimbje të largohet krejtësisht. Por paraprakisht është mirë dhe e rekomandueshme që të flisni me mjekun tuaj.
Gjyshet tona nuk kanë pasur mjekime në kohën e tyre, por ato dinin se si t'i shëronin në dhimbjet. Dhimbjet e kockave dhe më konkretisht të gjunjëve zakonisht shkaktohen nga ndonjë lëndim, artrit apo dobësim i strukturës së kockave. Duke përdorur ndonjë ilaç natyral të cilin mund ta përgatisni në shtëpi, ju mund të shpëtoni nga dhimbja, por gjithsesi duhet të vizitojeni tek një mjek nëse dhimbja nuk kalon. Përbërësit janë kripë e zezë dhe një rrobe trash. Ngroheni kripën e zezë në sopë, mbështilleni me një rrobë të trash pambuku, vendoseni në gjuhë dhe kur të ftohet hiqeni. Pastaj fërkojeni gjurin me limon. Përsëriteni 4 ditë me radhë, po me këtë kripë vetëm një herë në ditë. Në Shqipëri, hitrat janë shumë të përdorura si në gatime ashtu edhe në trajtime natyrale për shumë sëmundje. Kjo bimë është përdorur prej shekuj dhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluri. Hitrat, fal vlerave diuretike, janë shumë të përdorura për trajtimin e problemeve me veshkat dhe me infeksionet urinare. Lëngu i tyre është perfekt edhe për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi që prodhohen, duke lehtësuar kështu funksionin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer doli në përfundimin se hithra mund të përdorej për trajtimin e artritit. Personat të cilët janë të përfshirë në këtë studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu, ata vunë re se dhimbja ishte më e paktë përgjatë gjithë trajtimit një javor. Përse funksionojnë këto kura kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, të dhimbjet e personave të cilët vuajnë nga artriti qetësoheshin në saj të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe gjithashtu të histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmitor të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hitrat konsumoheshin në formën e lëngut të shtrydhur apo çajit, u vure se arrinte që të paksonte acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi i tret proteina dhe akumulohet në nyja dhe kocka duke shkaktuar inflamacion dhe dhimbje. Si të konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet që shkaktohen nga artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ju të aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta një pastë me hithra të shtypura. Gjithashtu, sipas ekspertëve, mjafton që të shtypni në një mikser gjete të njoma hitrash me pak vaj ulliri dhe më pas të lyeni zonën që juve ju dhëmb. Mbajini për 5 deri në 10 minuta dhe pastaj pastrojeni me një letër dhe shpëlajini mirë. Nëse nuk e duroni dot djegjen karakteristike të hitrave apo shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimit, mund të përdorni metoda të tjera. Mjafton që të pini një lugë gjelle me lëng hitre të njomë 3 herë në ditë për 15 ditë dhe do të shikoni ndryshime. Gjithashtu, edhe çaj i cili është i përgatitur me hithra si të njoma po ashtu edhe të thata, e ka këtë aftësi në trajtimin e dhimbjeve të gjurit dhe në largimin e dhimbjeve të kockave, pasi ka aftësi qetësuese të dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan të paktën 3 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!